Moderatori Ledion Liço ka dhënë fund spekulimeve në media lidhur me jetën e tij personale dhe të ardhmen për drejtimin e Big Brother VIP Albania. Zërat për Ledion Liçon u ndezën pas një videoje ironike të ish banorit, Xhumallushi, i cili la të kuptohej se Ledioni ishte ndarë nga partnerja e tij, Sara Hoxha. Xhumi u shpreh: "Po mua më kanë thënë që ty të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët për bukë ti?" Pas kësaj në rrjet qarkulluan spekulime nëse Ledioni do të vazhdonte apo jo drejtimin e Big Brother. Për t'i dhënë fund aludimeve, Ledioni ka postuar në Instastory thënien e njohur nga Game of Thrones: "Një luan nuk shqetësohet nga mendimi i deleve." Ai e shoqëroi këtë citim me frazën "Winter is coming e dimri po vjente", e cila u interpretua edhe si paralajmërim për nisjen e edicionit të 5 të formatit. Ky postim, duke përdorur fjalët e personazhit Lord Lannister, shërben si një përgjigje e fortë ndaj atyre që spekulojnë për jetën e tij, duke treguar se ai nuk i merr seriozisht tash e themet dhe po vazhdon me planet e tij profesionale.